Ish kryetari i Shkupit dhe ish kryetari i LSDM-s Petre Shilegov kërkoi publikisht dorëheqjen e liderit aktual të partisë Venko Filipçe. Duke folur në Tellma, ai deklaroi se nuk do të marrë pjesë në kongresin e ardhshëm të LSDM-s, pasi nuk është as delegat, por theksoi se nëse kongresi rezulton i suksesshëm, kjo do të jetë vetëm një konfirmim i politikave të gabuara që i ndjek udhëheqja aktuale. Monopolizimi në marrjen e vendimeve është arsyeja e polarizimit të LSDM-s mes deputetëve aktual, si dhe funksionarëve të lartë aktual dhe të mëparshëm brenda partisë, vlerëson Shilegov. A во истиот момент кога вас беше затворени општинските, кога на вас ќе излезат актуелни пратеници, кога на вас ќе излезат дел од актуелните општински раководства, дел од луѓе што и тоа како оставиле печат во историјата на Социјалдемократскиот сојуз, веројатно ќе знаете дека е моментот дека треба да се повеќе. Për kritikat në adresë të tij nga ish funksionar të lartë të partisë, Filipçe thotë se janë të njëjta me ato të ВМРО-DPMNE-s. Во јавните настапи, во статусите ќе видите дека се тоа пораките на владачката партија ВМРО-DPMNE. Критиките се сведуваат на тоа. И во тоа, во позадина на сето тоа, вистинските членови искрени поддржувачи реагираат. Многу лошо на тие критики, затоа што не се издржани и затоа што не се реални. И затоа што станува збор за луѓе кои што се или уценети, или се купени. И тоа е суштината. Në rrjetet sociale reagoi edhe Jovan Despotovski, ish kandidat për pozitën kryetari i partisë, i cili më herët ishte përmendur në reagimin me shkrim të LSDM-s. I vetmi përgjegjës për pakënaqësinë mes anëtarëve të LSDM-s është udhëheqja aktuale e partisë. As nuk mendoj, e as nuk ndjej përgjegjësi personale për faktin që ish, por edhe funksionar aktual të partisë, tashmë publikisht komentojnë për gjendjen në LSDM dhe për politikat dhe vendimet e kreut aktual partijak. Këto reagime vijnë pas rezultateve të zgjedhjeve lokale, ku LSDM fitoi vetëm 6 kryetar komunash dhe sipas këtyre rezultateve u bë partia e tretë në Maqedoni pas ВМРО-DPMNE-s dhe koalicionit Vlen. Në Këshillin e qytetit të Shkupit, LSDM fitoi vetëm 5 vende për këshilltar, çka e bën atë partinë e pestë.